Deputeti i Partisë Demokratike që sulmon SPAK-un dhe ulërin kundër reformës në drejtësi, kundër korrupsionit, pastrimit parave dhe që derdh lot krokodili për të varfrit, është ish gjyqtari Gjingjoni i përjashtuar nga sistemi i drejtësisë dhe i strehuar sot në parlament. Pasuria e tij krijon përshtypjen sikur ai ka fabrika dhe industri. Ai ka 2 vila me sipërfaqe 2516 m2 dhe 970 m2, me vlerë 1.3 milion euro, disa apartamente, kapital 1.6 milion euro, disa llogari bankare dhe bashkë me gruan kanë dhënë 900.000 euro hua. 3 fakte që zbulojnë burimin e pasurive dhe mashtrimin. Në deklarimet e tij, Gjingjoni pretendon se pasuritë i ka siguruar me kursime nga paga dhe nga bizneset e tij dhe të gruas, por 3 fakte rrëzojnë këtë pretendim. Së pari, në maj 2014, Inspektorati i Deklarimit të Pasurive i bëri kallëzim penal për fshehje pasurie dhe çështja u hetua në prokurorinë e Elbasanit, por kolegët prokuror dhe gjyqtari apo pushuan. Së dyti, Gjingjoni u shmang vettingut me qëllim duke dhënë ndërheqjen nga frika e pasurive të siguruara me pazare gjyqësore dhe lidhje me eksponent të krimit. Së treti, ai deklaron se pasuritë i ka nga bizneset, por faktet e publikuara nga pamfleti tregojnë se 7 bizneset e tij janë me humbje, me fitime minimale, të çregjistruara ose në proces likuidimi për shkak të falimentimit dhe detyrimeve tatimore e doganore. Marifetet e çiftit Gjoni Çaushi me kompanitë lavatriçe. Kompania Albania Duty Free Distribution që administron dyqanet brenda aeroportit të Rinasit në pronësitë e Elona Çaushit, gruas së Gjingjonit, në vitet 2021-2024, ka deklaruar bilance me humbje nga 3 milion deri në 90 milion lek. Kompania Bio Gourmet me objekt import-eksport ushqimesh dhe pijesh ka deklaruar humbje nga 23 deri në 40 milion lek. Kompania Best Buy Drug Store, sot me emrin German Market, me objekt import-eksport produktesh sanitare dhe industriale, ka deklaruar humbje nga 50 deri në 60 milion lek. Kompania Alpcos Albanian Cosmetics me objekt import-eksport dhe tregtim produkte shëndetje kozmetike ka deklaruar fitime minimale nga 50 deri në 80 milion lek, që përfaqësojnë vetëm 20 deri në 30% të fitimit real. Në vitet 2012-2014, çifti Gjoni Çaushi e ka pezulluar dhe rifilluar 5 herë aktivitetin e kompanisë, duke manipuluar bilancet financiare. Më 30 tetor 2024, Drejtoria e Tatimeve i bllokoi aksionet dhe kapitalin për borxhe tatimor. Kompania Vintage Second Hand New, që tregtonte rroba të përdorura, prej shtatorit 2012 nuk ka deklaruar bilancet tatimore. Më 10 gusht 2015 e futën në proces likuidimi dhe më 25 gusht 2017 e çregjistruan, por aktiviteti vazhdon jashtë sistemit tatimor. Ferma Agro Gjoni në Lezhë, e krijuar në mars 2018, kur Gjingjoni është ortak me familjarët prej 7 vitesh, nuk ka deklaruar asnjë bilanc tatimor. Zyra juridike G&G Law Firm, e krijuar më 19 tetor 2020, një muaj pas përjashtimit të Gjingjonit nga drejtësia, ushtron aktivitet pa deklaruar bilance tatimore prej 5 vitesh. Të gjitha këto kompani rezultojnë instrumente për fshehje të qarkullimit, manipulim bilancesh dhe justifikim të pasurive që nuk përputhen me të ardhurat e ligjshme.